Doni të dini pse vdesin njerëzit ndërkohë që janë ende gjallë? Frika është një iluzion që bëhet realitet kur ushqejmë me heshtje. Nuk vjen gjithmonë me bërtima, shpesh vjen me zë të butë që flet nëpër natë. A mos do të humbësh, po sikur të dështosh, po vdekja. Dhe kështu njeriu fillon të vdes gjallë përpara se të ketë jetuar. Kur frika e vdekjes mbizotron, humbasim fuqinë më të shenjtë, të tashmen. Dhe që është ironia më e madhe, e dim se askur s'ka jetuar përjetësisht, por përsëri kemi frike, jo nga vdekja vetë, por nga jeta që nuk do të jetojmë kurrë siç duhet. Frika është një burg pa mure, na mban të lidhur me prangat e çfarë do të ndodhë. Dhe kjo i vret ëndrat më shumë se çdo fat i keq. Por ja kontradita. Kemi brenda vetës një fuqi që sfidon logjikën, një shpirt që kërkon liri, që do të krijoj, të dashuroj, të rrezikoj, një forcë që nuk është as mend, as trup, por diçka më e thellë. Dhe kur ajo zgjohet, frika mban frymën. Pse të kemi frikë nga fundi, kur fundi është ajo që jep kuptim fillimit? Çfarë do të ishte muzika pa heshtje që e pret pas notës së fundit? Ndoshta duhet të mos kemi frikë nga vdekja, por nga një jetë pa guxim. Sepse vdekja nuk është fundi më i keq, më e keq është harresa e vetës gjatë gjallërisë. Ju falemnderit dhe mirupafshim ditë të radhës.